Po, Kosovën e gjeta si bodrum me ujë. Kështu deklaron zotri Kurti dhe tash jam në kat të parë. Kosovën e ka gjetë me infrastrukturë. Kosovën e ka gjetë me shkolla, me qerdhe, me rrugë, me autorrugë. Kosovën e ka gjetë zhvillume dhe të ndërtume, e ka marrë të ndërtume, e ka shkatru të ardhë. Ku di sa heri kine rregullu gjamat e qeverisë dhe sheshit. Dhe sot, dela atje thot do të krijojmë një gjandarmari. Na kena policin, na kena strukturat e policisë, edhe që erujnë kofinin, edhe që menaxhojnë. Cila është arsyeja me kriju gjandarmarinë? Thot për menaxhimin e krizave politike dhe të razirave. Duke menduar si ta ketë edhe një strukturë policore politike. Për menaxhimin, për me mbrojtje politike thoni, sipas juve. Po, për mu po. Me ato që lexova, me ato që pash, në nënshkrimi me kriju një gjandarmari është politike. Por u thanë gjithashtu se do krijohet një grup punues ku do të flitet për modalitetet. Modalitetet e ka përcaktuar për çfarë? Do të jetë një institucion me presjeve për menaxhimin e krizave. Që shërben si një institucion mes policisë dhe ushtrisë. Mbrojtjen e institucione. Po dhe na kena pas policin, ku i kanë gjujtë që kjo polici ka qenë. Që kjo e ka menaxhuar situatën. Që kjo e ka mbrojtë institucionin. Prandaj krijimi i mekanizmave politik të policisë për mbrojtjen e institucioneve, mbrojtjen e partisë politike në pushtet, është i dëmshëm. Është i rrezikshëm. Se këto rreziqe vijnë nga të menduarit autoritativ dhe totalitar. Po aludoni në ato çfarë ndodhe në Skënderaj. Nga frika e pushtetit krijon këto institucione kështu. Po aludoni se gjandarmeria mund të funksionojë diçka sikur ngjarjet në Skënderaj, me njësinë speciale që shkon në mbrëmje atje pas zhvillimeve që ndodhen në mes të zotrit Sami Lushtaku me zotrin Justinani. Natyrisht këto janë politike. Për ata krijohet rrezikshmëria. Sepse do ta ketë një grup të policëve që i shërben grupit politik në qeveri. Qeverisë. Që mund të shërbej PDK-s nëse vjen në pushtet të ardhmen. Unë nuk jam i interesuar të shërbej as partisë PDK-s, as njerëz. Unë jam i interesuar që policia e Kosovës të shërbej qytetarëve të Kosovës në mbrojtjen e ligjshmërisë, të drejtës. Protestat janë të lejushme. Protestat janë të lejushme. Ti do t'i nalesh protestat me policinë e me gjandarmerinë? Çfarë do të thotë kjo? Do të krijosh arrogancë politike në këtë drejtim. E kjo arrogancë politike e tregon fytyrën e qeverisë. E kjo fytyrë e qeverisë është me luftu opozitën që me pasivizu dhe mos me leju as me pas të drejtën e protestës. Po, dhe kur jemi te